Të nërmiq, selam aleikum, mirë se ritakojmë sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj të begatë të Ramazanit. Agjërimi na edukon, duke shpresuar, duke lutur Zotin që këto ditë kenë qenë ditë begata, adhurimet pranuara për gjithë secilin për jush. Ju ftojmë që të qëndroni së bashku me ne në këtë takim të radhës për të folur mbi një aspekt të përsëritur në fenë islame, por se shumë të rëndësishëm. Do të flasim pikërisht për prindrit, këtë status të veçantë dhe të privilegjuar që Islami ja dedikon gjithë secilit i cili është prind, i cili ka pasardhës, obligimet të cilat i ka çdo fëmijë në raport me ata cilët janë bërë sebe për të ardhur në jetën e kësaj bote. Dhe për të folur mbi këtë temë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që këtë bisedë ta zhvillojmë me Hoxhën e nderuar Adnan Pallça. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini. Hoxh, ne do të flasim për prindrit. Unë jam i sigurt që këtë temë keni trajtuar dhe vazhdoni ta trajtoni, sepse është një temë e rëndësishme me besimtarët në mënyrë të vazhdueshme. Dhe për këtë arsye, ajo që shpesh ligjërohet nga ju dhe nga kolegët tuaj është se Zoti i ka caktuar një status të veçantë prindërve. Pra i ka privilegjuar në raportin që duhet të ketë gjithë secili ndaj tyre. Përse kjo zgjedhje e veçantë dhe përse ky status i veçantë për çdo kënd që është prind? Atëherë, bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje për gabimet tona kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme të pastër, shokëve të tij besnik dhe mbar muslimanëve të cilët e ndjekin rrugën e tij e praktikojnë sunetin e tij deri në ditën e Kiametit. Nuk ka dyshim që statusi i prindërve në Islam është një status shumë i rëndësishëm. Allahu i lartësuar prindërit i ka ngritur në një pozitë shumë të lartë, duke e lidhur respektimin, sjelljen e mirë të ndaj prindërve, duke e lidhur me adhurimin e tij. Kështu Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd përveç tij dhe të silleni mirë me prindërit. Këtu shohim se çfarë pozite, çfarë rëndësie të madhe i dha Allahu Azza wa Jall prindërve. Pra është një urdhër kuranor ndaj secilit në raport me prindrit pra nuk është diçka që mund të diskutohet, madje duket një urdhër i prerë dhe i rëndësishëm, me njëherë mbas adhurimit të Zotit një dhe të vetëm. Patjetër. Pra këtë urdhër të prerë Allahu Azza wa Jall u është drejtuar njerëzve, pra në këtë rast fëmijëve që të kujdesen për prindërit e tyre. Dhe kjo vërehet në arsye se përse Allahu Azza wa Jalla ka caktuar atë. Ne e dim që prindërit tanë janë shkaku që ne kemi ardhur në dunja. Sigur të mos ishim prindërit tanë, ne nuk do të ishim në këtë botë. Pra Allahu ka caktuar që prindërit të jenë shkaktar që ne të vim në botë. Pastaj është sakrifica e prindërve. Të gjithë kush kanë fëmijë e din se çfarë do të thotë të rrisësh fëmijë, të edukosh fëmijët, të shkollosh fëmijët, ka nevojë për sakrifica. Dhe këto sakrifica prindërit janë ata të cilët i kanë bartur mbi supet e tyre. Pastaj është dëmshuria e prindërve, mëshira, butësia e tyre që kanë ndaj fëmijëve, duke i prej momentit kur lindën, madje nëna edhe gjatë shtatzanisë, e pas lindjes, e derisa të rritën, e derisa të shkollohen, e derisa të martohen. Pra, të gjitha këto, Allahu Azza wa Jall, të gjitha këto i ka bërë që prindërit të kenë një pozitë shumë të lartë tek ai. Ndërkohë, si ndikon sjellja e butë, respekti, pa themi kujdesi i veçantë ndaj prindërve në jetën e një besimtari, pasi ju thatë që ky është një adhurim prej adhurimeve të mëdha. Pra njerëzit natyrshëm kanë dashuri dhe respekt për prindrit e tyre, me përjashtime, po përgjithsisht njerëzit kanë dashuri për prindrit e tyre, si një ndjenjë instiktive. Ju po thoni që nuk duhet parë thjesht si diçka që buron natyrshëm, por se duhet parë si një adhurim. Si ndikon tek besimtari ky adhurim i cili është i përditshëm dhe i vazhdueshëm? Nuk ka dyshim që
sjellja e mirë ndaj prindërve është ibadet, është adhurim. Dhe ky adhurim ndikon në jetën e besimtarit, ka ndikim shumë të madh. E vërejmë se besimtari nëpërmjet sjelljes së mirë ndaj prindërve e arrin kënaqësinë e Allahut. Allahu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Ridha Rabbi fi ridha al-walid." Kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindit. Pra nëse dëshiron të arrish kënaqësinë e Allahut azza wa jall, mos duhet së pari të arrish kënaqësinë e prindërve. Nëse e kënaq prindin, atëherë do ta kënaqësh edhe Allahun azza wa jall. Sjellja e mirë ndaj prindërve ndikon në jetën e besimtarit duke e bërë jetën e tij të begatë, jetë të lumtur. Pra kur fëmia sillet mirë me prindërit e vet, atëherë Allahu azza wa jall i jep atij një jetë të lumtur në këtë botë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahima." Kush dëshiron që Allahu t'i dhuroj pasuri, t'i dhuroj bereqet, begati në pasurinë e tij dhe të jetoj më gjatë, atëherë le t'i mbaj lidhjet familjare. Dhe padyshim që prindërit janë pjesë më e afërt e familjes. Dhe në momentin kur ne i respektojmë prindërit tanë, kemi sjellje të mirë ndaj tyre, ne i kemi mbajtur këto lidhje të farefisnore. Pastaj shohim që sjellja e mirë ndaj prindërve, butësia ndaj tyre, bën që familjes apo personit i cili kujdeset për prindërit e vet, t'i pranohen veprat e tij, t'i pranohen lutjet e tij. Ne e dim se 3 persona të cilat janë ngujuar në një shpellë dhe kanë mbetur brenda shpellës, kanë thënë t'i lutemi Allahut me punët e mira që e kemë bërë. E njëri prej tyre ka qenë një person i cili i ka respektuar prindërit e vet, i ka përmbushur obligimet e veta ndaj prindërve të tij. Dhe me këtë, kjo është argument se sjellja e mirë e fëmijës ndaj prindërve bëhet shkak që t'i pranohen veprat e tij, t'i pranohen lutjet e tij. Edhe t'i ndryshoj jetën në mënyrë, pasi historia e këtyre personave ishte në një moment ku jeta ose do të mbyllej aty ose do të vazhdonte. Kështu që duket sikur kujdesi ndaj prindërve është një lloj mrekullie, pra hap dyer që ndoshta nuk i hap askush. Po ndërkohë ka një kategori e cila jo vetëm nuk i respekton prindërit, por se neglizhon në këtë aspekt, duke patur, po themi, pasoja dhe duke qenë mos respektues ndaj tyre. Sa dëmshme është kjo për besimin dhe për jetën e gjithsesilit? Nuk ka dyshim se mos respektimi i prindërve në Islam konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Në moment kur një fëmijë nuk i respekton prindërit e vet, nuk është i mëshirshëm me ta, nuk sillet me sjellje të mira ndaj tyre, ai me këtë bën një mëkat, një gjunah. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" A dëshironi t'ju tregoj për mëkatet më të mëdha? Dhe këtë e ka përsëritur 3 herë. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam 3 herë ka thënë: "A dëshironi t'ju tregoj se cilat janë mëkatet më të mëdha?" Qalu bala ya Rasulullah. Shokët e tij thanë: "Gjithsesi o i dërguari Allahut." Ai tha: "El-ishraku billah", ti bësh shirk Allahut, ti përshkruash shok Allahut. Wa uququl walidain, dhe mos respektimi i prindërve. Pra idhujtaria e cila ndoshta është gjunau më i madh, pasohet nga një gjuna shumë i madh që është mos respektimi i prindërve. Pra hyn në kategorinë e gjunave ndoshta më të mëdha që mund të bëj personi i tillë. Është interesant sepse Allahu azza wa jall e ka lidhur, e ka përmendur adhurimin e tij dhe pas adhurimit të tij ka përmendur sjelljen e mirë ndaj prindërve. E këtu me këtë rast i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e përmend mëkatin më të madh që mund t'i bëhet Allahut azza wa jall. E ai është shirku, të cilin mëkat Allahu azza wa jall nuk e fal nëse njeriu nuk pendohet prej tij. Dhe me njëherë pas shirkut e përmend mos respektimin e prindërve.
Prandaj, mos respektimi i prindërve bën që fëmia të ketë jetë të vështirë në këtë botë. Është një mëkat të cilin Allahu Azza wa Jall e shpejton dënimin e tij në këtë botë. Ithnani, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, ithnani yuajjiluhum Allahu. Dy lloj ndëshkimesh, Allahu i shpejton ato në këtë botë. Cilat janë ato? Al-baghyu wa uququl walidain. Mizoria dhe mos respektimi i prindërve. Prandaj duhet të kemi kujdes si fëmijë se si sillemi me prindërit tanë. Gjithashtu, një prej dilemave që gjithsecilit i lind është se cilat janë disa nga format konkrete që besimtari duhet të shpreh respektin ndaj prindërve të tyre. A ka diçka që transmetohet nga jeta profetike se si duhet të jetë kujdesi ndaj prindërve? Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në praktik se si duhet të jemi me prindërit tanë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmendur që kënaqësia e prindërve është e lidhur me kënaqësinë e Allahut. Dhe zemërimi i prindërve është i lidhur me zemërimin e Allahut. Ridar Rabbi fi ridal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ka thënë kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindit. Dhe zemërimi i Zotit është në zemërimin e prindit. Pastaj, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se vepra më e dashur tek Allahu Azza wa Jall është respektimi i prindërve. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu transmeton dhe thot, e kam pyetur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah. Cila vepër është më e dashur tek Allahu. Pra, e ka pyetur se cila punë, cili adhurim, cili ibadet është më i dashur tek Allahu Azza wa Jall. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam është përgjigjur duke thënë, as-salatu ala waqtiha. Namazi në kohën e vet. Pra, namazi kur thirret ezani të falet më njëherë. Dhe pastaj ka thënë, wa birrul walidain. Thumma, e ka pyetur, thumma ai, po pastaj cila vepër vjen? I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thumma birrul walidain, pastaj është respektimi i prindërve. Ndërkohë, thuhet se një prej dyrave më të mëdha të xhenetit është respektimi i prindërve. Duket që gjithashtu është një status i veçantë në botën tjetër për ata që i respektojnë prindrit. Ju thatë që çdo kush respekton prindrit, jeta e tij begatohet përmes duave, përmes mirësive të ndryshme. Ndërkohë shpërblimi më i madh dhe i pakrahasueshëm atë të jetës kësaj bote është në xhenet. Pra, është përzgjedhur një derë e veçantë për respektuesit e prindërve të tyre. Çfarë do të thotë gjithë ky shpërblim dhe ky transmetim? Respektimi i prindërve, mirësia ndaj tyre, sjellja e mirë ndaj tyre, është një derë e gjerë e cila fëmijët i dërgon në xhennet. Po, sepse respektimi i prindërve ka një pozitë shumë të lartë tek Allahu Azza wa Jall. Është prej veprave të cilat na afrojnë tek Allahu Azza wa Jall. Është prej punëve, prej ibadeteve, prej adhurimeve të cilat e kënaqin Allahun Azza wa Jall. Do të vijë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do të na tregoj me fjalët e tij se çfarë pozite ka respektimi i prindërve tek Allahu Azza wa Jall. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, al-walidu awsatu abwabil janna. Prindi është dera e mesme e xhennetit. Dhe e mesmja konsiderohet prej më të mirave. Prej më të mëdha, prej më të rëndësishme në Po. Fa in shi'ta fa adhi' dhalika al-bab aw ihfadhhu. Pastaj thot, nëse dëshiron, humbe atë derë. Ose
ruaj atë. Si e humbim këtë derë? Këtë derë e humbim, këtë derë nëpërmjet të cilës kemi mundësi të hyjmë në xhennet, e humbim me mos respektimin e prindërve. Kurse e ruajmë duke i respektuar ata. Do të vijë një sahabi, një shoki të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam me emrin Jahima. Ka ardhur tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot: Ja Rasul Allah, o i dërguari Allahut, aradtu al-ghazwa, kam dashur të luftoj në rrugt të Allahut. Wa ji'tuka astashiruk, mirë po kam ardhur ta marr opinionin tënd, të konsultohem me ty. Çfarë thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam? Hal laka min a ke nën? Ky tha po. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: ilzamha fa inna al-jannata 'inda rijliha. Kujdesu për ta. Shko tek nëna. Shko tek nëna jote, kujdesu për të, qëndro pranë saj, respektoj atë, nderoj atë, sillu mirë me të, sepse xheneti është tek këmba e saj. Një tregus madhështor se të jesh respektues i prindërve është vërtet burrëri e madhe, është një betejë që duhet fituar dhe është një rrugë për cilëve besimtari fiton respektin në jetën e kësaj bote, por se fiton dhe xhenetet e mëdha në jetën tjetër. Pra duket sikur është i tregues që ai i cili ja del me prindërit e vet, pastaj është i aftë edhe për shumë beteja të tjera, edhe për shumë, po themi, sfida të tjera në jetë. Sepse kemi njerëz, që po ndërpres, kemi njerëz cilët e kanë të kundërtën. Pra, duket sikur kanë fituar shumë beteja të tjera në jetë, por se me prindit e tyre janë mos respektues ose janë neglizhent. Nëse duam të masim gjërat, do ta fitojmë nga prindrit. Pikërisht ashtu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri prej jush është ai që është më i mirë me familjen e vet. E këtu padyshim që në familje bëjmë pjesë edhe prindrit. E unë jam më i mirë me familjen time. Prandaj, unë mund të bëhem njeri shumë i mirë, me sjellje të mirë kur dal jashtë. Mirë, por nëse unë nuk jam i mirë me prindrit e mi, nuk jam i sjellshëm me prindrit e mi, nuk jam i dëgjueshëm për prindrit e mi, atëherë është e kotë që unë të bëhem i mirë me të tjerët jashtë. Ajo me çfarë matet mirësia është se si e ke sjelljen në shtëpi, duke filluar nga prindërit, bashkëshortja, fëmija, vëllezërit dhe anëtarët e tjerë me të cilët jeton në familje. Një prej, po themi, armëve të rëndësishme në këtë betejë, pasi që po e krahasojmë me hadithin e Profetit alayhis salam në rastin e Deleoshi, i cili ishte gatshëm të luftonte, është durimi dhe përballimi i vështirësive, pasi dikush mund të ketë prindërit e tij të shtyrë në moshë, të cilët kanë nevojë për kujdesje dhe kanë nevojë për durim të vazhdueshëm. Çfarë shpërblimi ka kjo lloj përkujdesje? Çfarë shpërblimi ka durimi në raport me ta dhe kujdesin ndaj tyre? Durimi si virtyt është shumë i lavdëruar në Islam. Dhe kur prindërit janë më të vjetër dhe arrin moshën e pleqërisë, normal që ka nevojë për durim. Ka nevojë për durim të fëmijëve kundrejt prindërve të tyre. Pra nuk duhet vetëm thjesht dashuria, por duhet tashmë edhe durimi. Patjetër, sepse vije momenti kur prindërit kanë nevojë për ty. Kanë nevojë, ndoshta sëmurën, paralizohen, janë të palëvizshëm, e humb kujtesën. Ka raste të ndryshme. Ka nevojë që prindin ta ushqesh, ka nevojë që t'i japësh barnat, ilaçet me kohë të caktuar. Dhe gjithë kjo nevojitet për gjithë këtë, për t'u përballuar me këto gjëra, nevojitet që fëmia i cili kujdeset për prindrit të stoliset me durim, me sabër. Sepse me durim e arrin gradën e madhe tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo punë apo kujdesin ndaj prindërve, sepse ndonjëherë ata edhe në veçanti kur janë të vjetër, në pleqëri, bëjnë disa sjellje, disa gjëra të cilat ndoshta janë të pakuptueshme për neve,
Mirë po, si fëmijë duhet të durojmë dhe të kujtojmë mirësitë që kanë pasur ata ndaj neve. Edhe ata kanë duruar kur jemi lindur ne. Sa ka duruar nëna duke bartur foshnjën e saj në bark? 9 muaj të plot. Pastaj e ka lindur, e ka rritur, e gjithë ky kujdes, kjo mëshirë e tyre, ky sakrifikim i tyre ka pasur nevojë për durim. Dhe tani vije koha që ne si fëmijë t'ua kthejmë këtë, edhe pse nuk mund t'ua kthejmë të gjithën që kanë bërë ata për neve, mirë po t'ua kthejmë sadopak me durim në respektimin e tyre, në sjelljen e mirë ndaj tyre dhe në kujdesin që e shfaqim përballë tyre. Dhe përveç kujdesit që duhet të kemi fizikisht, një dimension i rëndësishëm është dhe lutja për ta, qoftë kur janë gjallë, qoftë kur kanë ndruar jetë. Sa rëndësishme është që edhe lutja të jetë e vazhdueshme në raport me ta. Lutja është një ibadet, është një adhurim shumë i lehtë, por shumë i rëndësishëm. Fëmija vazhdimisht duhet të lutet për prindërit e vet. Edhe nëse janë të gjallë, por edhe nëse janë edhe të vdekur. Duhet të lutemi për ata sepse ata janë shkaku që ne kemi ardhur në dunja. Ata janë shkaktar që ne jemi në jetën e kësaj bote. Të mos i harrojmë mirësitë e tyre. Dhe kur lutemi për ata, ne vetëm se që e forcojmë dashurinë që e kemi ndaj tyre. Prandaj, lutjet e fëmijëve ndaj prindërve sa janë gjallë duhet të jenë të vazhdueshme. Mirë po edhe kur vdesin, atëherë ne duhet të lutemi për ata. Sepse lutja është, siç ka ardhur në hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adama inqata anhu amaluhu illa min 3. Kur vdes njeriu, të gjitha veprat e tij shkëputen. Përveç 3 gjërave. Sadakatin xharia, nëse ka lënë një lëmoshë rrjedhëse, au ilmin yuntafa'u bih, ose ka lënë dituri të dobishme prej secilës kanë dobi njerëzit, dhe e treta që është më e rëndësishme, au waladin salihin yad'u lahu, ose pas vete ka lënë një fëmijë të mirë, të edukuar, të devotshëm, të sinqert, i cili lutet për prindërit e vet. Transmetohet se një djalë kishte shkuar tek një dietar dhe e ka pyetur: a jam unë njeri i mirë? A jam unë një njeri i sinqert, i devotshëm? Ky dietar i përgjigjet dhe i thot: shiko në lutjen tënde. Kur lutesh, i ngriç duart e tua, i lutesh Allahut, apo kur falesh në namaz, kur e vendos kokën tënde, ballin tënd në sejdë dhe lutesh, a kanë vend në këtë lutje prindërit e tu? Nëse ti po lutesh për prindërit e tu, atëherë dije se ti je i mirë. Me argument, si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtu tha: au waladin salihin yad'u lahu, ose ka lënë pas vete një fëmijë të mirë që lutet për ta. Madje, lutja për prindrit të cilët kanë vdekur, është shkak që atyre të ngritën pozitat në xhennet. Mëshira e Allahut është e madhe. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: inna Allaha la yarfa'u darajata lil 'abdi as-salih fil janna. Allahu po ja ngrit robit të mirë, robit të tij të mirë në xhennet pozitën. Fa yaqulu: ja Rabbi, anna li hadhi. E ai po çuditet dhe po i thot: Zoti im, prej nga po më vjen mua kjo? Me fjalë të tjera, unë nuk kam bërë kaq shumë punë, nuk kam bërë kaq shumë adhurime, nuk kam bërë shumë ibadete. Prej nga po më vjen mua që të më ngritën pozitat e mia në xhennet? Përgjigjja është: bistighfari waladika lak. Për shkak se fëmijët e tu kanë kërkuar falje, janë lutur për ty. Kjo është dhurata më e madhe, të cilën mund
tu adhurojmë prindërve tanë të vdekur. Pra ky është kujdesi i fëmijëve për prindërit e tyre mbasi ata kanë ndruar jetë, dhe ndoshta është një prej kujdeseve më të veçanta dhe më të vlefshme për ta në jetën e botës tjetër. Gjithashtu një moment që vlen të diskutohet, Hoxha, është rasti kur ndoshta nga padituria, ndoshta nga keq orientimi, prindit mund të mbajnë qëndrimet pa drejta, ose mund të gabojnë në raport me fëmijët. Çfarë duhet bëjnë fëmijët në këtë rast kur shohin se përballë tyre prindrit po sillen jo në mënyrën e duhur? Shiko, të gjithë ne jemi gabimtar. Të gjithë njerëzit gabojnë. Të pagabuar kanë qenë vetëm pejgamberët, të cilët Allahu i ka ruajtur nga gabimet. Dhe ndodh që prindrit tanë të gabojnë. Ndodh që prindrit tanë të mos të jenë të drejtë. Mirë po ne si fëmijë të tyre, në këto raste duhet të jemi shumë të kujdesshëm ndaj tyre. Të mos u akthejmë me të keqe. Mirë po të vazhdojmë, t'i respektojmë, t'i nderojmë, të mundohemi t'u përmirësojmë gabimet e tyre, të gjejmë vend dhe kohë të përshtatshme për t'i përmirësuar gabimet e tyre. Pra qasja do të jetë përmirësuese dhe jo gjykuese. Jo. Nuk kemi mundësi ne si fëmijë t'i gjykojmë ata. Por duhet të gjejmë momente dhe vende të përshtatshme për t'u përmirësuar gabimet e tyre. Duhet të vazhdojmë t'i dëgjojmë ata, t'u bindemi urdhrave të tyre, t'u falim. T'u falim, të jemi tolerant, të lutemi për ata. Pra, kur ne u falim atyre, ndodh që prindërit tanë ta kuptojnë gabimin e tyre dhe të përmirësohen, dhe të përmirësojnë atë gabim dhe të përmirësohen edhe vetë ata. Dhe në përfundim, duke qenë se në muajin e Ramazanit veprat shpërblehen shumë fish, po dhe mundësitë për të përmirësuar janë shumë më të mëdha, po edhe zemrat kanë një tjetër atmosferë. Çfarë duhet të bëjmë në raport me prindërit tanë në këto ditë, në këto momente? Ramazani është një dhuratë, e cila na vije çdo vit. Dhe i lumja ai fëmijë, e lumja ajo familje e cila i ka prindërit e gjallë. Ramazan. Ramazani është muaj i bekuar, është muaj i mëshirës, është muaj i faljes. Dhe agjerimi është prej ibadeteve, adhurimeve më madhështore. Shpërblimin e të cilit e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe në këtë muaj të bekuar, po ja bashkangjisim edhe një adhurim madhështor. E ai është respektimi prindërve. Po agjerojmë dhe i respektojmë prindërit, po i bashkojmë dy adhurime. Pastaj, Ramazani është muaji i durimit. Ka nevojë për durim. E edhe shpërblimi i durimit është pa kufi. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarëve ju jepet shpërblim pa llogari. Dhe kujdesi ndaj prindërve, sjellja e mirë ndaj prindërve ka nevojë për durim, siç e përmendëm edhe më herët. Dhe këtu në muajin Ramazan, gjatë agjerimit bashkohen dy durime. Durimi nga ushqimi dhe pijet, e që është agjerimi që e bëjmë, dhe durimi në sjelljen e mirë me prindërit tanë. Dhe këto dy adhurime kur bashkohen, këto dy durime kur bashkohen, atëherë janë argument i imanit, besimit të fortë që e ka një fëmijë në jetën e tij, sepse po i bën adhurimet madhështore në këtë muaj madhështor, duke agjeruar, duke u sjellur mirë me prindërit dhe duke u kënaqur me prindërit e vet në këtë muaj të bekuar. Sepse në Ramazan ne duhet të kujdesemi edhe më shumë pak me prindërit. Duhet
tu ashtojmë edhe një kohë pak më të gjatë të rrimë me ata. Të mundohemi të i kryejmë punët e shtëpisë bashkarisht. Të mundohemi me marë babën, me i marë fëmijët, me shku bashkarisht në xhami, me falë namaz. Të mundohemi që bashkarisht në familje, me prindrit të lexojmë Kur'an. Pra, të gjitha këto na japin rëndësinë e këtij adhurimi, këtij ibadeti në këtë muaj të veçantë të krejt vitit. Hoxha, të falenderoj shumë për këto këshilla, këto inkurajime që gjithsecili prej nesh në këtë muaj të begatë të Ramazanit të arrijë atë që normalisht nuk mund të arrijë në muajt e tjerë, por se duke respektuar prindrit, duke u treguar mirënjohës ndaj tyre, begatojmë jo vetëm po them jetën e kësaj bote, jetesën tonë, por sa arrijmë dhe shpërblimin madhore. Zoti ju shpërbleft. Amin. Allahu shpërbleft edhe juve, inshallah takohemi për të mirë vazhdimisht. Amin. Ndërmiq, këtu e mbyllim pra dhe këtë takim të sotëm, duket sikur dera e respektimit të prindërve është një prej edukimeve, një prej urave të mëdha ku njeriu mund të arrijë shumë, ndoshta mund të arrijë shumë më shumë se çdo gjë tjetër, edhe pse në këtë cikël ne kemi folur për shumë edukime që Islami kujdeset dhe ofron orientime. Nga këshillat e Hoxhës kuptuam se kujdesi ndaj prindërve, respektimi i tyre ka një status të veçantë, E lutim Zotin që këto këshilla të kthehen në praktik për gjithsecilin për nesh dhe të kthehen në mundësi të arta në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Ne do të jemi sërish së bashku nesër, deri atëherë kalofshi sa mirë.